Kryeministri Edi Rama ka nxituar të shpërndajë në rrjetet sociale një letër që thotë se i ka ardhur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ku Shqipëria ftohet të bëhet pjesë e të ashtu quajturit bordi i paqes për Gazën. Një ftesë që Rama e ka paraqitur si një nder të jashtëzakonshëm për vendin, duke siguruar shqiptarët se do të bëjë gjithçka për të lartësuar emrin e Shqipërisë në një kohë kur brenda vendit qytetarët përballen me kriza të përditshme, nga çmimet e larta te problemet me drejtësinë, shëndetësinë dhe largimin masiv të rinjve. Sipas letrës së publikuar, Shqipëria ftohet të jetë shtet antar themelues i një bordi ndërkombëtar për paqe në Gaza, një strukturë që presidenti Trump e përshkruan si unike dhe të paprecedent, një rol global që në letër tingëllon madhështor, por që ende mbetet i paqartë në praktik. Çfarë peshë reale ka ky bord dhe çfarë ndikimi konkret do ketë Shqipëria në një konflikt kaq kompleks? Ndërkohë që Rama flet për paqe të përhershme dhe udhëheqje me shembull, opozita vën në dukje kontrastin e fortë mes retorikës ndërkombëtare dhe realitetit vendas. Një qeveri që akuzohet për kapje institucionesh dhe krizë demokracie, shfaqet papritur si promotore e paqes globale. Ironia shtohet edhe më tej kur kujtojmë se Shqipëria, një vend me probleme serioze të brendshme, ftohet të kontribuojë në zgjidhjen e një konflikti ndër më të ndërlikuarit në botë, ndërkohë që vetë paqja sociale brenda kufive të saj mbetet shpesh e brisht. Kryeministri ka shoqëruar publikimin me tonë falënderimi dhe krenarie, duke përdorur ftesën edhe si një mesazh politik në prag tensionesh të reja në parlament dhe protestash të paralajmëruara nga opozita. Në fund mbetet pyetja që shtrojnë kritikët: a kemi të bëjmë me një rol real diplomatik për Shqipërinë, apo thjesht me një tjetër episod të diplomacisë së postimeve në Facebook, ku imazhi ndërkombëtar përdoret për të mbuluar problemet e brendshme? Një gjë është e sigurt, ndërsa Rama flet për paqe globale, shqiptarët vazhdojnë të presin zgjidhje konkrete për hallet e përditshme në shtëpinë e tyre.